Përshëndetje, dua t'ju sjell në kujtesë një nga ngjyrat më të veçanta të karrocës Momo Deluxe. Është karroca në ngjyrën gri silver, në materialin e copës. Copën jo kam treguar edhe herë tjetër që është material kundra ujë dhe mund të pastrohet edhe kjo shumë lehtësisht. Në këtë set është e përfshirë çanta, mushamaja e shiut, rrjeta e insekteve dhe gota për mbajtjen e biberonit. Kjo është brëndësia e koshit të parë, që është kosh deri në 9 kg, si që shikoni ka një dyshek të plot dhe një veshje që mund të hiqet dhe të lahet. Ka një hapje të tillë për ajrim, hiqet dhe vendoset lehtësisht në skelet. Kjo është pjesa Soggiolino, e cila përdoret deri në 13 kg. Këtu bëhet zgjatja e ripave, se kjo është një nga pyetjet më të shpeshta që marrim, dhe shikojeni ka një dyshek me amortizim të pjesës së mesit. Kemi gjithashtu koshin Passeggino, i cili përdoret deri në 3 vjeç, 15 kg përkatësisht, është me sistem shtrirje. Ju mund ta përdorni dhe me fytyrë nga nëna dhe me fytyrë nga rruga. Këtu bëhet pjesa e shtrirjes totale nëse bebin e zëgjumi. Këtu ka një hapje për t'i dhënë ajrim, po edhe për të monitoruar bebin. Pajiset edhe me mbulesën e këmbëve dimërore që e bën perfekt për çdo stin. Tani do t'tregoj pak më shumë detaje për skeletin. Kjo është sistemi i frenimit, ka një doppio suspension në skelet dhe në gomën e mbrapme dhe mbyllet lehtësisht. Ky set kushton 600.000 lekë dhe dërgesat